Kombëtarja shqiptare ka barazuar 1-1 në Qemalstafa me Danimarkën, e cila nuk ka mundur të arrijë qëllimin e saj të marrë biletën e botrorit në Tiranë. Fillimi i pjesës së parë ishte i ekuilibruar, ku të dyja skuadrat kërkonin të shtynin njëra tjetrën drejt gabimeve. Në rastet e krijuara, Shqipëria me Salin dhe Danimarka me Thomasson nuk arritën ta zhbllokonin rezultatin. Kjo situatë zgjati deri në minutën e 42 ku Ujkani i dhuron një gol kundërshtarit. Portieri 21 vjeçar bëri një dalje të pastudiuar që u shfrytëzua shumë mirë nga shtatlarti Benne, që është shënoi lehtësisht. Kombëtarja jon tenton të reagojë, por është e pafuqishme në minutat e mbetura të pjesës së parë. Me rifillimin e lojës, kuqezinte Kuzhes hidhen në sulm në kërkim të golit të barazimit. Nuk vonoi shumë dhe në minutën e 52 Bogdani shënon për kuqezint. Këmbgulja në zonë e Hamdi Salit nxori jashtë pozicionit portierin Sorensen, duke i dhuruar Bogdanit një asist me portën bosh, e që shtatlarti i Kievos nuk e pati të vështirë ta shtyjë drejt rjetës. Shikoni Salin tani me shtisjen edhe një herë. Në çfarë veprimi unikal teknik ka bërë Sali. Ka kontrolluar një top në ajër, e ka ndalur dhe e ka ulur për Bogdanin, që Binak ka besuar teknikun e tij se nuk shkoi topi aty dhe ka çuar në rrjet. Parazi 1-1. Ky ishte edhe goli i tretë në 4 ndeshjet e fundit për Bogdanin. Një gol ky që i prishi planet e skuadrës së Olsen, që hidhet në sulm në kërkim të gol që do të sillte kualifikimin. Të lodhur nga ndeshja e 4 ditëve më parë me Portugalin, danezët nuk arritën të ndëshkojnë për të dytën herë Ujkanin dhe tashmë do të kërkojnë kualifikimin në 2 ndeshjet e mbetura, ato me Suedin dhe Hungarin. Pas këtij barazimi, Shqipëria mbetet në vendin e 5 tashmë me 7 pikë, ndërkohë që Danimarka kryeson me 18 pikë, por e kërcënuar nga Suedia dhe Portugalia. Ujkani is very good goalkeeper. Ujkani është një portier shumë i mirë dhe unë besoj që ndeshjen e ardhshme do të na shpëtojë. Normalisht që baza e skuadrës tashmë është më e mirë, por sipas programit tonë 1 vjeçar, puna jonë është të gjejmë lojtarë sa më të mirë për ta forcuar dhe përmirësuar akoma më shumë këtë ekip. Kjo skuadër ka shumë të ardhme, ka djem të rinj që janë me karakter shumë të fortë dhe kemi konfirmuar një grup shumë të mirë tani dhe duhet ta mbajmë të grupin, kam gjithmonë duke arritur rezultate pozitive, vetëm kështu mund të mbahet grupi. Shpresoj që shkojmë sa më gjatë kështu, kemi nisë një rrugë shumë të mirë dhe ishte gjëna që të ndalshim sot pasi ishim shumë karikum, kemi punuar shumë gjatë gjithë këtyre ditëve dhe sa për golin e përgëzoj Bogdanin dhe e uroj gjithmonë që të shënoj kështu gol, as vetëm të shënoj, s'ka problem.